Shejtani i tha Zotit, me qenë se ti njerëzit i dashke kaq shumë, atëherë më jep një mundësi që ta vërtetoj që njerëzit nuk e meritojnë dashurinë tënde. Dhe punoj aq shumë me njerëzit, por njerëzit ishin shumë të lidhur, sepse besonin në te Krijuesi. I lodhur ul po flinte. Në atë kohë fryu një herë. Dhe 3 këndët e shejtanit ra në tokë. Njëra ra në para, njëra ra në mall, njëra ra në ambicie. Prandaj, shejtani kur i pa, filloi të qeshte, sepse njerëzit filluan të shtypin njëri tjetrin për para. Filloi të zijë vllai me vllajin për toka. Shikoi ambicia, u shfaq urrejtja nga ambicia, urrejtja dhe kundërshtimi. Dhe përçarja u bë thellë mes njerëzve. Që atëherë shejtanit nuk i mbeti më punë të punonte. Pasi vetë mekanizmi u punonte vetë. Njerëzit po vriteshin për para, për mall dhe për tama. Kjo lidhet me kohën e sotme. Jeta është shumë e shkurtër që të bëhesh pre e ambicieve të tepruara. Të kesh një mall që nuk do ta gëzosh, pasi jemi qenë të kesh një para që nuk do ta shijosh, dhe të kesh një ambicie që të shkruas nga momenti. Faleminderit.